Avokat, ndërkohë çfarë po ndodh me projektin në njohurinë tënde? Do të ketë një vazhdimsi, kemi patur dhe veprime nga SPAK-u, çfarë analizon nga pikpamja ligjore? Gjoj, ju e dini, unë jam avokat i familjes Sheajt, Kalinës, dhe kam mbroj anën ligjore të tyre, pra dokumentacioni ligjor që ata disponojnë për sa i përket pronës aty, sepse është folur shumë këto ditë për sa i përket nëse ata janë pronar ose nuk janë pronar. Dhe u jap me bindje ju dhe nëpërmjet territorit tuaj të gjithë atyre cilët vënë dyshim pronësin në Zvërnet, duhet të kuptojnë që nuk është ashtu siç e përhapin zëra të ndryshëm që duan patjetër të kapin ramën me këtë pikë. Ata mund të kapin ramën kudo, mund ta kapin tek mënyra se si është bërë ai projekt, te shumë forma të tjera, por jo absolutisht tek për sa i përket pronar familjes Sheaj. Ajo është pronë private, Gjoj, dhe me gjithë të drejtën, unë jam, shiko, do të kuptojmë që unë jam kapitalist, unë jam me formim kapitalist për shkak të shumë arsyeve, dhe timi personal për dhe vokacionit tim familjar, dhe unë mendoj që prona private është e shenjtë dhe çdo kush ka të drejtë të zhvillojë pronën një ose shumë mënyra të tjera. Por dhe kjo është ajo për të cilën kam keqardhje, sepse është anatemuar sikur prona ka qenë shtet dhe zoti Rama ka bërë çfarë ka dashur me pronën. Jo, ajo është një marrëdhënie ndërmjet privatit dhe disa investitorëve. Qeveria shqiptare aty është futur, është bërë pjesë për shkak të mënyrë transparente të saj për sa i përket lejes së ndërtimit dhe shumë gjërave të tjera për të cilët ajo ka qenë hermetike dhe nuk ja ka bërë të ditur publikut. Ajo zona aty, nëse nuk do ta kish patur pronarit, ta jeni të bindur Gjoj këtë. Zvërnetsi, nëse nuk do ta kish patur pronarit, nuk ta kishte ruajtur familja Sheaj këto 35 vite ose këto 30 vite, ajo zona aty do ishte mbushur me ndërtime pa leje. Ajo zona aty do ishte shkatërruar, sepse do siç e zun gjithë Vlorën, e shkatërruan të gjithë Vlorën, të ardhur nga gjithë, po të thënë zona veri lindore jugore e Shqipërisë, dhe ju e dini si e kanë bërë qafën e lartë të ujit të ftohtë kështu me radhë. Ashtu do ishte bërë fal asaj familje, me mënyrat e saj e ka ruetur me dhëmba të pronjë, e cila sot duket e vigjër dhe shumë bukur që shkojnë aty dhe bëj foto kështu me radhë, por e ka ruetur ata. Nuk e ka ruetur as shteti, as kush tjetër. Avokat, Brezi Ranor thuhet që s'mund privatizohet, dhe dyta hetimin e SPAK-ut dhe mirëpristi. Dale një sekond, dalë të SPAK-u. Kjo është fake news. Nuk është hedhur fare, nuk është shitur fare Bregu Ranor. Nuk e kanë hedhur në hartë, nuk është hipotekuar Bregu Ranor. Prandaj që duhet jemi shumë korrekt kur flasim. Padyshim që qytetarëve, nëse unë ju them një lajm tani, do shpërndahet dhe do ta marrin të mirëqen. Por nëse do shikojmë dokumenta hartat, askush nuk e ka pretenduar dhe nuk është që ka hipotekuar Bregu Ranor. Është hipotekuar vetëm pjesa që hipotekohet. Dhe kjo shikoj, jo detyrimisht për familjen Sheaj, po gardi shkoi deri në breg të detit. Kjo ishte ajo që nxiti pikpyetje. Ajo nuk e atë gardi nuk e ka për familja Sheaj. Absolutisht, kompani private që sepse ajo toka aty është shitur, ju da dini, familja Sheaj ka shitur. Aktualisht ajo figuron e shitur. Nuk është më pronë e familja Sheaj, ja bërë kontratat e shitjes, janë bërë në 2025 në kontratat e paraprake të shitblerjes dhe në prill të 2026 është rreth një muaj gjysmë më parë janë bërë kontratat definitive përfundimtare, por nuk është shitur bregu i detit, pra rëra. Për sa i përket hetimit të SPAK-ut, shiko Gjoj, nuk ka ndodhur deri më sot të paktën në këto 6 vite, 7 vite që është krijuar gjykata e posaçme, që kjo gjykatë, prokurorët e kësaj gjykate të jenë marrë me tokat e pronarit privat. Madje ka pasur shumë kaze që kanë patur abuzime të zyrtarëve, të ish zyrtarëve me toka shtetërore dhe abuzime në formën e grupit strukturuar kriminal, po marrim me rëna e hedhur apo po marrim dhe shumë denoncime, kallëzime të tjera që nuk dua ti rendis tani se janë të shumta, dhe SPAK-u i ka nxjerrë jashtë kompetencës dhe ka çuar prokurorive të rretheve, sepse nuk është kompetencë e SPAK-ut të hetoj pronën. Të hetoj familjen si e ka marrë pronën dhe dokumentacion. Ato janë kompetencë e prokurorive të rretheve. Dhe ndhyrja e Altin Dumanit dhe prokurores Elida Kalçkini, aty ka një ndërhyrje politike që ne jemi duke studiuar dhe duke e parë dhe padyshim në të ardhmen do prononcojmë me prova dhe me fakte. Është e papranueshme që prokuroria të marrë të intimidojë dëshmitar, ata familjarët i thotë
nëse ata kanë kontestime apo jo njëri me tjetrin. Çfarë duhet për dëshmi trashëgimisë Spakut se kush dhe kush ka përfituar, trashëgimtar ka përfituar tek ajo pronë. Për çfarë i duhet Spakut? Kishit gjurmë të tillë, jo. Prandaj them që Altin Dumani do ishte më mira e mirë të mirave Gjoj që aty në Zvërnes ka 2 anije. Dhe ka 2 anije që sot ne po flasim, paguajnë 90.000 euro në qytetar shqiptar anije që nuk dihet ku shkojnë ato lekë dhe s'kan punuar kurrë. Kanë ardhur nga Bangladeshi. Dhe Spaku vajti e sekuestroi pronën dhe jo anijet që janë aty. Nëse do kishte arsye Spaku për të sekuestruar, mund sekuestronte portin e Vlorës që është shkatëruar. Ju dini shumë mirë që Vlora sot nuk ka port. Vlorë mund të shikonte sheshin e Flamurit që është i shkatëruar. Mund të shikonte shumë të tjera, po flasim, nuk po themi pastaj për Palasën Dhermiu që është Kolumbia e Shqipërisë, po themi për Tintin e për atë pikën e vogël atje që është shkatëruar fare. Kështu që Spaku kishte shumë arsye për të bërë grup të strukturuar kriminal shumë të tjerë qeveritar që kanë shkatëruar Bregdetin, po jo familjen Sheaj që ka marrë pronën e saj. Dhe që do ishte prona private Gjoj. Ne mendojmë se po i kthemi në vitin 1145. Unë jam pronar, thash siç është Sheaj. Po që të ndërhyshte familja ime, dhe pse kujt ja shesun pronën, ja ka marrë familjarit, kam zgjedhur në trashëgimia familjarit, kjo nuk është detyrë Spaku dhe progresivë posaçme. Progresivë posaçme ka detyrë të hetojë korrupsionin. Nëse ajo pronë aty, Edi Rama i ka dhënë leje të përputhje me ligjin, nëse Edi Rama ka zbatuar kushtet e kështu me radhë ose jo. Po jo të hetojë e lishëm sepse po deli jashtë kompetencës së saj. Tavlant, personalisht je kundër totalisht projektit apo je për një projekt konform rregullave të mjedisit? Gjoj, më lërë në ratë partë shprehim mbështetjen time për strukturën Spaku. Spaku ka bërë një punë të jashtëzakonshme, sigurisht me të mirat dhe të këqijat që kanë sistemet e reja, por ka arritur të trondisi gjithë politikanët e korruptuar, gjithë sistemin mafios që është ngritur dhe sigurisht që duhet shumë kohë për të bërë edhe më mirë se sa është bërë. Në rastin konkret, unë nuk jam person dhe nuk kam marrë këtu për të bërë një debat për një temë që nuk kam detaje. Unë me sa di dhe kam informacion, unë me sa di dhe kam informacion, Spaku ka ngritur ose ka bllokuar le themi burimet ekonomike për shkak të një hetimi edhe ndërkombëtar që përfshihen me të ardhurat që kanë ardhur në mbi 200 milionë euro, nuk e di. Pra nuk jam personi që mund të pyes një adat, unë di them këtë që unë jam pro mbështetjes Spak, goditjes korrupsionit, sigurisht ku ka gabime dhe shumë mirë bëhet që kritikohet, duhet përmirësuar, por dhe themi atë që është e vërtetë. Nëse ne sot shohim protestë mira qytetar, nëse nuk shohim më presione si dikur që bënin presione në punë, është nga frika që ka krijuar Spak. Unë kam marrë mesazhet në administratë që ju përcillet administratës, është që ju lutem, ju rekomandoj mos shkoni protestë, por është vendimi juaj. Ku bëheshin këto më para? S'kishte guxim njëri më para të bënte një gjë të tillë. Më para ishte urdhër politik dhe shpreshin me zë dhe me figurë. Kjo ka bërë tronditja e korrupsionit dhe për këtë duhet flasim. Sigurisht, ky është një rast specifik. Unë mblidhen ekspertët, zoti Kujtim si avokat ka drejt në botës në një botë demokratike të diskutojë dhe debatojë, por unë nuk jam person i adat për të përballur me faktet që paraqiten apo kundërparaqiten. Unë di një gjë që në atë protest u godit një qytetar, ai grusht ishte një grusht ndaj gjithë nesh, ishte një grusht ndaj mua, ndaj teje, ndaj gjithë qytetarëve që na është bërë jeta shumë e vështirë. Ku shteti ka ishte përgjegjësim për të na mbrojtur, pasi e pagojnë për të na mbrojtur. Ku shteti ka ishte përgjegjësim për të ndërtuar për shoqërinë, pasi edhe po e shkatron pikërisht pronën publike edhe pronën private. Ku shteti jepet para për të rritur potencialin dhe shteti e vret potencialin. Dhe kjo është ajo që ne duhet të flasim. Parimisht, je pro një projekti apo kundër një projekti? Gjoj, lutem, Zvërneci është simboli i shkatrimit të Shqipërisë në 36 vite. Unë jam këtu për diskutuar shkatrimin e sistemit vlerave në Shqipëri, jam këtu për të ngritur zërin fort për nevojën për ndërtimin e një sistemi të ri përfaqësues, për një botë e re që i vë intelektuale dhe akademikët në vend të parë dhe jo i shkatron dhe i persekuton siç ka bërë komunizmi, siç ka bërë demokracia sot. Mos harrojmë që gjithë kjo mungesë, ky korrupsion i lartë, kjo mungesë përgjegjësie ka ardhur në krye të institucioneve që vendos njerëz që nuk kanë asnjë vlerë profesionale. Drejtora që janë
të patrajnuar, drejtore që janë pa diploma, madje me diploma të blera. Kjo është ajo që ne duhet flasim. Ata të rinj, të reja, nëna, baballar që kanë dalë atje, unë vetë, kam dalë se kërkoj drejtësi, kërkoj meritokraci, kërkoj një shtet europian atje ku ne duhet shkojmë. Nuk kërkoj një person, 2 persona, 3 persona të përgjigjen për shtetin. Kërkojmë të gjithë përgjigjen për shtetin. Pasi gjithë bashkë e ndërtojnë shtetin, nuk e ndërton shtetin një individ.